Tirana po. Po me këtë lloj pjesëmarrje s'ka argument Rama fare. Po Endri? Qa mund të thotë nesër Rama, nëse do na flas, ndërkohë Berati, I hedhëm një vështrim të Beratit, nga 116 kuti, 44 janë numëruar, Ervin Çeça I socialistëve ka 83.94% rritje krahasuar me 11 maj 25.74%, gjithnjë krahasimi bëhet me bashkinë, jo me qarkun e Beratit, por vetëm me bashkinë votuesit e bashkisë. Ndërkohë Pablo Shkarpa, kandidati pavarur I mbështetur nga Partia Demokratike, ka vetëm 16.06% rënja me 24.61%. Endri, çfarë mund të thotë Rama nesër? Rama nesër thotë ky është konfirmimi I punëve të mira që kemi bërë në përbashki, domethënë edhe në pushtetin lokal. Në 12% pjesëmarrje? Po, e thotë fitova me 80%. Domethënë do thotë atë tjetër. Konfirmim që kemi bërë punë të mirë. Problemi është që para 2 muajsh I shkarkoi gjithë drejtorët se s'kishin bërë punë të mirë. Edhe kryetar. Domethënë se ne këtu jetojmë në një realitet që është realitet orwellian, domethënë në 1984-s, që thotë që ti duhet të mbash dy të kundërta në kokë në të njëjtën kohë dhe të jenë të dyja të vërteta, domethënë, është ajo që quhet mbaj nese, mos I futemi romaneve, por e kam fjalën, të kthehemi tek ato shifrat. Çka kanë qenë në 2023 në rang, po themi, republike, zgjedhjet lokale kanë qenë 37% pjesëmarrje. Po. Dhe këto që janë qytetet vogla janë prapë të 37%. Në 2023, me gjithë angazhimin e madh, Vlora ishte tek 25%. Pra ishte më poshtë se sa mesatarja kombëtare. Mesatarja kombëtare ishte 37, Vlora ishte 25. Kësaj radhe, Vlora ka vajtur akoma dhe më poshtë, që tregon përveç, Rama nuk është mobilizuar, po ka diçka që vlon në Vlorë, e kam, domethënë, ajo që thotë Rogerdi është pse do mobilizohej kur e kishte fitoren në xhep. Po në 2023 që nuk mobilizua. Dhe Vlora ishte 25% nga 37 që ishte mesatarja e Republikës. Nuk mund të themi që nuk u mobilizuam Vlorë. E megjithatë doli vetëm 25%. Nuk doli 37%. Vlora historikisht në çdo palë zgjedhje pjesëmarrën, po ka dhe gjë edhe vëm do t'japi shifër. Tek shifrat që ne kemi parë në zgjedhjet e fundit, me gjithë votën e diasporës, bie në sy që qarku I Vlorës është qarku që votën e diasporës e ka 60% dhe votën e brendshme e ka 30%. Këtë e ke shifër, pra në qoftë se në Vlorë, në qarkun e Vlorës votojnë 10 njerëz, 6 janë jashtë, 4 janë brenda në listat e votuesve. Se ato përqindjet janë me listat e votuesve, nuk janë me rezidentët. Po patjetër që ka një largim emigracion, domethënë që është I madh. Jo, Vlora ishte shumë interesant. Libra ishte më pak për shembull. Vlora ka emigracion, po Vlora nuk ka emigracion për shembull më të madh se sa Korça. Ose më të madh se sa Rrësheni, Matja, ato tjera që janë te 37%, ose Berati e këto tjera. Pra, janë disa qytete në Shqipëri në të cilët nuk e kanë lëvizjen e popullsisë, paktën sipas statit, nuk e kanë lëvizje të madhe. Që tepër një votë reaguese ndaj pushtetit. Ajo që shikoj një trend në Vlorë, që është trendi që Vlora duket sikur nuk e ka qef më PS-n. Pra shkon si me gjysmë zemre, dhe sa vjen e bien shifrat e PS-s numerikisht në Vlorë. Dhe kemi qenë dikur në emision bashkë kemi diskutuar që e kam thënë që PD-ja qoftë edhe për të hequr atë imazhin që është kthyer në Parti Veriore, duhet të ketë një drejtues. Dhe mirë të ishte që të ishte ose nga Vlora ose nga Korça. Dhe ajo aty tregon që Vlora, për mendimin tim, duhet marrë një nga ata nga Vlora do të marrë drejtimin e PD-s. Është një terren fertil për të Është terren fertil sepse është krijuar një imazh sikur Vlora, domethënë është Vlora po thuan nuk është ai bastioni I kuq siç mund të jetë për shembull Gjirokastra ose Tepelena. Ti ke Beratin, që është e kot të flasësh për Beratin, domethënë sepse është 80%. Po Berati ka qenë I tillë gjithmonë, Skrapari ka qenë I tillë gjithmonë, Tepelena ka qenë gjithmonë. Vlora ka qenë në 91-shin, zgjedhjet e para 91-shit, në Vlorë fitoi PD-ja në qytet. Fshatrat PS, po them qyteti, po flasëm për qytetin. Patja të shkëputje nga PD-ja për sa I përket mënyrës se si u soll, domethënë edhe krizës 97-s,
por në Vlorë ka baza dhe janë energjetik, sepse e përmend edhe që parë, përsa i përket pjesës antarëve Këshillit Bashkiak. Ishin vetëm që flisnin. Po. Sepse ne kemi parë... E bukur është se në Vlorë nuk bëhet dot me dyert mbyllura, Flogertë. Një mbledhje e Këshillit Bashkiak është e pamundur ta bësh me dyert mbyllura në Vlorë. Është vetëm një bashki e cila e ka këtë dhe besoj. Po, edhe Këshilltarët Bashkiak. Dhe vlonjatët që po na ndjekin. Po, edhe Këshilltarët Bashkiak. Ne kemi Këshillin e Tiranës submetar tru. Do të thotë që PD-ja e ka një qytet të artë për të nisur ringritjen, por nuk di ta shfrytëzojë ose s'do ta Nuk di ta shfrytëzojë. Okej. Nuk di ta shfrytëzojë. Mirë, po gjithsesi ngelemi pak meqense PD-n e analizuam me skeça i thua më si fenomen në pothuajse po shkon nga humbja në humbje, po e themi partia nuk e ka, nuk shqetësohet PD-ja që humbet. Jo, shqetësohet publiku, jo PD-ja. Pas publiku, kush jemi bërë si papa, duke i qajtë hallin popullit. O vlla, populli në qytetin e bukur të Vlorës, ose në qytetin e bukur të ku ishte diku tjetër, në Vlorë, kishte 3 kandidat. Kishte kandidatin e Partisë Socialiste, Dr. Eshën, kandidatin e mbështetur nga Partia Demokratike, dhe një të pavarur. Edhe ai dal nga Partia Demokratike. S'ka rëndësi, doli i pavarur ai. Tani edhe sikurt mos ishte ai tjetri, në qoftë se ky qytet, dhe këta qytetarë, dhe ne si shoqëri, jemi mërzitur me Edi Ramën dhe Sali Berishën, të nxirrin more një tjetër. Prandaj them unë, ne mendojmë dhe ju qejmë hallin njerëzve, o bobosa keq janë, me Ramën dhe me doktorin. Jo, janë shumë mirë. A ka reakcion? Zero. Për mua, mesazhi që ka dhënë sot Vlora, Debelena, Mati e kështu me radhë, është shumë i qartë. Në Republikën e Shqipërisë, gara politike duhet hiqet nga kushtetuta. Patjetër, lëm garën ekonomike. Kjo është pastaj, unë di që ora ka kaluar pak... Unë mendoj që... Kjo është, e di që është cinike. Ironi e Flogertit. Po, më falë, a ka ndodhur, a s'ka ndodhur? Dakor, kështu po si përshkojmë... Tani unë po them çfarë po ndodh, më bërë shifra. E kam fjalën, e shikojnë këndvështrim tjetër, unë mendoj që është e kundërta. Këndvështrim vetëm regjia më mos pak edhe Cëriku, se atu kemi një forcë të re. Këtu tani nuk ka më kuptim asgjë. Hajde diskutojmë. A shohim dhe pak Cërikun para se ta bëjmë këtë, se këtu kemi një forcë e cila pretendoi se mund të dilte në një farë mënyre... Ka qenë lapa i ka qenë non stop atje.